Pse bëhet sot ky demonstrim me flutura? Çfarë si ka? Ky demonstrim me flutura bëhet që t'ju tregohet edhe fëmijëve rëndësinë që kanë flutrat, po ashtu edhe ciklin e jetës flutrave. Këtu ka marrë vetëm një pjesë të fazës jetës të ciklit jetës flutrave, që është flutra adulte, flutra rritur. Një flutur ju shpjegova dhe fëmijëve gjithë ciklin e metamorfozës, që nga veza del vemja, vemja ushqet bima ku ndodhet, nga vemja kalon në pup, nga pupa pastaj qahet pupa del flutra e rritur, rri disa orë që të thajë krahët dhe fluturon. Kjo është për t'i afru sa më shumë fëmijët me natyrën. Marko, kur e ke fillu pjesën e, po themi, këtij pasioni për të patur një kopsht me flutura dhe që merresh me gjithë këtë proces i cili besoj është edhe i vështirë në vetvete? Procesi po është i vështirë, ka disa detaje që janë shumë të nevojshme, janë të vogla detaje, shumë të vogla, po që bëjnë diferencën në jetën e flutrës. Kjo ka fillu një vit e gjysmë ka që kam fillu realisht si gjë, po ka rreth 3 vite që jam angazhu me flutrat. Kopshti i flutrave ka fillu, është një kopsht ku unë momentalisht tris 6 deri në 7 specie, synoj që tris edhe më shumë, gjitha speciet e zonës së Vaudesit, po pse jo dhe gjitha speciet e Shqipërisë, me kalimin e kohës ndoshta edhe specie egzotike. Sa është numri i atyre flutrave që ke në kopshtin tënd? Tash i numri varion në bazë të stinës, në bazë të berznive. Po t'jap thjesht një shembull të vogël, me një specie që kam nisë këtë vit, kisha vetëm 20 individ berzninë e parë, nga 20 më janë bote 150-200 individ, që pres të qelin edhe t'i liroj në kopsht, që pastaj do 2 fishot, 3 fishot prapë numri. Sa ka interes, vinë për ti studiuar, po themi si proces, apo edhe për të njohur me gjithë këtë angazhim që ti ke marrë, sepse është një angazhim i pari në Shqipëri, por edhe në pjesën e Ballkanit? Interesi është sidomos nga të pasionuarit e natyrës, jo vetëm për flutrat, po ai që është i interesuar pas natyrës, patjetër afrohet edhe te flutrat. Interesi është i madh. Kam vizitorë vazhdimisht që vinë vetëm për t'i parë, për t'i fotografuar, për t'i marrë në dorë flutrat, për t'i pa nga afër. Kostoja besoj është e madhe për të patur një kopsht tillë. Ka nevojë ndoshta për stimuj të cilët duhet të vinë ndaj te apo ndaj nismave të tilla, dhe sa ke gjetur mbështetje? Kostoja normal është e madhe, se momentalisht gjitha kostot po i mbuloj vetë, është e vështirë për mua, me një punë që kam me një rrogë modeste. Mbështetje të them drejtën kam gjetë, po akoma diçka finale për të realizuar atë që duhet realisht, se për të pas një ambient të përshtatshëm duhet të jetë ambient i madh. Kështu që hapi i radhës do jetë kjo gjetja një ambienti më të madh. Shumë faleminderit. Ky kopsht Aleandro është nga të gjitha dhomët. Një aktivitet i tillë në muze. Duke qenë se tashmë jemi me pushime, fëmijët janë jashtë angazhimeve dhe detyrimeve shkollore, për të quar një lloj mesazhi tjetër dhe për afrimi tjetër me muzein, t'i lidhim bashkë edhe mjedisin edhe trashëgiminë kulturore dhe t'i sjellim fëmijën një atraksion tjetër veror. Sa të rëndësishme janë aktivitetet të tilla që kanë në fokus fëmijët gjatë verës, ku shkputen edhe sigurisht nga mësimi, por sigurisht argëtohen edhe në forma të tilla. Keni në fokus ndoshta aktivitete të ngjashme? Shumë e vërtet, normalisht që fëmijët duke qenë që është një periudhë teknologjia po ecë me ritme shumë të shpejta dhe fëmijët janë shumë të lidhur ngushësisht me teknologjinë duke harruar mjedisin të cilët ata i rrethon, pam të arsyeshme që të zhvillojmë këtë aktivitet. Normalisht që muzeu, fokusi kryesor ka promovimin e trashëgimisë kulturore, qasjen dhe edukimin kulturor të fëmijëve, por ndërthurja me aktivitetet e mjedisit normalisht që besoj se ka një kërshëri tjetër për sa i përket edhe fëmijëve, por edhe prindve. Për shembull, mua më erdhi shumë mirë sepse një prind ka pa postimin në Facebook dhe është prezant sot bashkë me fëmijën e tij, kështu që do thotë që janë shumë tërheqëse aktivitete të tilla. Edhe dora ajo ti, edhe e shef. Kënaqesh me ta ti. Sa dero una pak me dalën tonë flutura. Mirë, po. Që në gati tona e bëj foto. Bravo. Sa bukur.
duket ka qo. I ka radielli. Jo, ja ashtu. Largo Gjeli, largo. Bravo. Kush ka qenë? Forca, bravo. Avash, bravo. Bravo. Shif, vën atë te dora, bravo. Bravo. Kujdes. Kemi kak, po dhe, s'ka super. Bravo. Pa, hajde. Unë isha të shkurt pa për E tu po dalim se kena